Punonjësit e kompanisë Armo në uzinën e përpunimit të naftës në Fier dhe Ballsh kanë dalë sërish në protestë për pushimet nga puna, mos shlyerjen e pagave si dhe shkrirjen e repartit zjarfikës. Kthimi i menjëhershëm i pagave parapenditura, përcaktimi dhe zbatimi i datës së pagës mujore, zbatimi më korrektes të kontratës kolektive dhe kthimi i punëtorëve në punë që janë larguar. Edhe greva po bëhet konform të tëra ligjeve. Një zonjë nderuar Lulieta Vangeli, pse tha s'kemi marrë lekë parapenditura, edhe këto tentoj të bënte vetë flim. I çuan shkresën u hodh nga lart aty, kemi çuar urgjent në spital. Sot sa kemi ardhur në uzinë, mbrapa zotin janë presion psikologjik, na kanë treguar edhe prangat pa drejtësisht fare. Nuk zbatojnë kontratën kolektive, reparti zjarfikës është shkrirë, është gërdeci dytë. Protesta e tyre është mbështetur dhe nga kryetari i Konfederatës së Naftës në qarkun e Fierit, Tafil Gjolena. Mbështes të grevë, e cila është e lishme, e paralajmëruar me probleme ekonomike e sociale që kanë këta sindikalistë. Po pse kanë larguar në punë? Atë do të pyet pronari, sepse nuk ka pasur asnjë shkak, pa shkak. Protesta ka nisur që në orët e para të mëngjesit ku punonjësit nuk kanë lejuar autobote të hyjnë dhe të dalin nga uzina. Për situatën e krijuar është dashur dhe ndërhyrja forcave të policisë që kanë bërë të mundur shpërndarjen e protestuesve.